Atër pas vendimit kryetarit Rama për shtetimin e biletës fillimisht ditore nga trafiku publik, e cila ka një fuqi sot me 1 korrik, ku kemi ndryshimat të tarifeve dhe ditorës edhe të formave tjera të biletave dhe ato që janë javore, mujore edhe të tjera. Andaj, shtrejtimi nëse e shohim si koncept, nëse i referohemi arsyeshmërisë kryeqytetit në fazën e digitalizimit edhe në fazën ku është duke ndryshuar komplet qasja e trafikut urban ndaj qytetit, atëherë edhe kjo bilet, themi për 10 cent, ka ndryshuar në kuletën digjitale. Rëndësia e shfrytëzimit të digitalizimit edhe kuletës në këtë rast në trafikun urban, bashkëdyzimit të operatorit publik edhe trafikut urban në një tëndësi, ka rëndësinë e saj të veçantë. Po, sigurisht, unë e përmenda konceptin e tonë, realisht në zhvillimin e trafikut, nevojën e digitalizimit, nevojën e shtimit të linjave të reja edhe komplet të mekanizmit nga 2 operatorë që i kemi edhe kjo krijon një kost të shtesë. Digitalizimi, kuletat digjitale, përveç asaj që ka kostën më të vogël edhe në rritjen 10 cent, ajo në të ardhmen krijon databazë e cila do e rregullon përmbajtjen edhe qasjen tonë ndaj qytetarëve. Realisht do e kemi një shfrytëzim më të mirë, real, më efikas edhe më pak pritje për të tjerët. Nëse flasim për biletën fizike, në përgjithësi e cila edhe sot në kohën moderne është duke u anashkaluar, ne kemi ende në sistem, por qëllimi jonë primar është që të kaloj komplet në digitalizim. Përndryshe nëse flasim për kostet që përritën, mos flasim vetëm për biletën, por kostet në përgjithësi që e kanë kaplu vendin, ka të bëjë me rritjen e tarifave të karburantit, ka të bëjë me rritjen edhe të kostës operative dhe trafiku urban dhe operatorëve, ata si që dini janë në një fazë ku kemi nënshkru kontratën edhe me operatorin privat dhe me publik në ndryshimin e shfrytëzimit të autobusit vjetër, realisht kanë premtuar se do të marrin autobus të rinj, e cila e rrit kostën për me përmbush nevojën që trafiku urban së shpejti të jetë modern dhe efikas. Ka pas edhe, po qarkullon në fjalë se ka pas edhe ndikime politike, apo pse është bë para fushatës tjera, kjo nuk ka lidhje as me fushata politike, as me kostën që thatë ju fillimisht. Jemi në fazë ku sipas projektit që kemi, jemi në fazën ku jemi duke e shty projektin përpara. Jemi në fazën ku digitalizimi, rritja e linjave, zgjerimi i linjave, e dini shumë mirë dhe keni publikuar sigurisht lajmin se shumica e linjave në përfshatra të qytetit jemi duke u zgjeru. Linjën, domethënë për 5 km, 10 km, dhe kjo krijon shtesa të investimeve edhe të harxhimeve. Andaj, pa i marrë parasysh këto që i thatë ju, jemi në fazën e rregullt që ne kemi planifikuar të vazhdojmë me digitalizim, me ofrime më efikase për qytetarët, të cilët nuk kuptojnë edhe shtimin e linjave dhe të autobusëve të rinj. Rritja e çmimit ka ardhur pasi që kemi ekipet punuese të ekspertëve edhe vendor dhe ndërkombëtar. Sipas asaj që kemi rishikimin e buxhetit, pastaj duke pa edhe databazën që kemi, edhe financiare, edhe operative, kemi ardhur deri te ky përfundim. Jeni të sigurt se përditësimi i shtrejtimit të biletave është bërë pas një kohë të gjatë, çmimet kanë qenë të njëjta, një kohë të gjatë, kemi tentuar dhe kemi bë ndryshime në funksionalizimin e proceseve të tjera brenda projektit. Pjesa e fundit ka qenë në shtrejtimi i biletës. Siç e dini edhe ju, ne kemi revitalizuar edhe një pjesë të autobusëve, kemi kriju rrugë të reja, kemi kriju stacione dhe kemi dhënë mundësi sa më shumë që ky projekt të vazhdoj me kostën reale. Mirë, po ndryshimi që i përmenda më herët ka pru drejti kjo që është pjesë e vazhdimësisë së projektit. Kemi informata, sigurisht i kemi databazën, në bazë asaj databazën që kemi pa dhe lëvizshmërinë e qytetarëve që shfrytëzojnë trafikun urban, kemi pa se disa linja kanë qenë të ngarkuara, disa kanë nevojë për shtesa, edhe kjo neve na ndihmon që në të ardhmen, nëse kemi data më shumë, do e kemi funksionin më të mirë trafikun urban, do të japim shërbime më efikase dhe shërbime më të shpejta.